Policia ka vendosur gjob prej 53.000 lekësh për drejtuesin e një automjeti që shfaqej në një video në rrjetet sociale duke lëvizur në Bregdetin e Vlorës në zonën e plazhit. Po ashtu mësohet se drejtuesi i automjetit që u shfaq në video duke qarkulluar në plazh nuk ishte efektiv policie siç ishte përfolur. Reagimi i drejtorisë vendore të policisë Vlorë në lidhje me një video të publikuar në rrjetet sociale në të cilën shfaqet një automjet duke lëvizur në Bregdet në zonën e plazhit në qytetin e Vlorës, ju informojmë se shërbimet e komisariatit të policisë Vlorë në bashkëpunim me specialistët e sektorit të policisë rrugore kanë lokalizuar automjetin që shfaqet në pamjet e publikuara dhe kanë identifikuar drejtuesin e tij. Pas shoqërimit të automjetit në ambientet e komisariatit dhe shtetasit GI, sqarojmë se ky shtetas nuk është punonjës i policisë së shtetit. Ju vendos masa administrative 53.000 lekë për shkeljen e 3 neneve të kodit rrugor, rregullimi i qarkullimit në qendrat e banuara, shpejtësia dhe mos respektimi i sinjalizimit rrugor. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.